Plasën bikinët. Filloi plazhi. Plasën bikinët. Një spektakël i vërtet për syt. Një komedi pa skenar, ku rolet ndrohen çdo minutë. Është koha e vitit ku trupat të lyer me vaj që shkëlqejnë si yje të sapo lindur, shtrihen në rër si foka të ngordhura, duke u kthyer her pas here si pulat në hell. Vajzat me bikini, një kategori më vete, zbarkojnë në plazh si ushtri amazonash të armatosura me syze dielli dhe me kroksa si traktora. Disa femra të holla si fije makaronash, disa me forma të rëmbullakosura, si shalqi i pjekur, po i pjekur shumë ama. Të gjitha kanë një mision të përbashkët, të gjejnë cepin perfekt për videon e TikTokut. Pastaj, sigurisht janë ata djent me barkun e fryr, që duken sikur kanë gëlltitur një kamardare plazhi, që mundohen të tërheqin vëmendjen duke bërë muskujt, të cilët në shumicën e rasteve fshihen në një dyshek të trashët thjami. Në mes të kësaj vale njerëzish, shef fëmijë që bërtasin, gjyshe që ankohen për vapën dhe ndonjë të çmendur tek tuk që bërtet me të madhe. Letra bigjozi dhe misra të pjekur nga fshati. Një kaos i vërtet, por një kaos që të bën të qeshësh me të madhe. Plazhi, një vend ku harron hallet e jetës dhe ku çdo gjë duket për një moment pak më bukur, pak më qesharake, pak më surale. Wow!